Mirë, do të vjojmë diskutimi pikërisht për këtë temë. Është bashkuar në studio ish deputeti i Partisë Socialiste, Petro Koçi. Përshëndetje, Kënaqësi. Mirësoj gjeta. Molotov, fishek zjarre, ndryshim destinacionesh, pritej që shkoni te Partia Socialiste, nuk ndodhi kështu, shkuan tek Vila mbrëm gjatë protestës. Si e komentoni? Shiko, ky marshimi që unë e konsideroj marshim fashist, ndofta kishte edhe taktikën e mbulimit numrit vogël të pjesëmarrësve në tubimin që organizon Partia Demokratike. Sepse kur bëhet ky procesi marshimor, vëmendja mbi numrat e pjesëmarrësve bie, domethënë dhe përgjithsisht vëmendësohen mediat dhe publiku te aktet që shoqërojnë këtë lloj marshimi. Qëllimi politik, mendoj, themelor është bllokimi i procesit të integrimit evropian, sepse Berisha shpreson që këto lajmet ndërkombëtare mbi zjarrvëniet e tij mund të shkaktojnë, po themi, një gjykim ndryshe tashmë për Shqipërinë, një gjykim i cili mund të kthejë në negativ dhe pastaj të bllokonte procesin e integrimit. Ky është qëllimi, po themi, politik imediat, ndërsa në planin më afatgjatë kuptohet që ai mendon se duke friksuar publikun, njerëzit do të fillojnë t'i nënshtrohen frikës dhe presionit dhe dhunës së tij, dhe mundësisht në një proces votimi në zgjedhje ardhshme të paktën vendore, njerëzit për shkak të frikës të votojnë opozitën. Por mendoj që me këto akte ai bën të kundërtën. Domethënë edhe atë furgon votash që merr tani, kanë frikë se do e kthej vetëm në një taksi votash. Po në raport me mazhorancën, çfarë impakti ka kjo protestë? Impakti është ky që praktikisht ai është duke u vetë ofruar si një alibi për gjithë botën e korrupsionit. Qofshin këta të korruptuar nga mazhoranca, qofshin këto nga opozita. Sepse nuk e di sa e kupton ai këtë, sepse po unë e mendoj si një vetë ofertë që të shërbejë si alibi politike për korrupsionin. Sepse publiku në një farë mënyre kur shikon imazhe dhe ngjarje të tilla, shpeshherë toleron, po themi, edhe një fenomen negativ si korrupsioni në emër të stabilitetit. Pra nuk i pëlqen kur shqiptarëve që të rikthehen te 97-a, te 96-a, dhe në një farë mënyre mund të tolerojnë atë që e quajnë pastaj një e keqe më e vogël. Dhe prandaj them se kjo opozitë me Berishën në krye vazhdon të mbetet si në gjithë vitet e tranzicionit një referencë negative për demokracinë shqiptare. Sepse në fundit këtu elementi që sundon është relativiteti. Nuk është se ka, po themi, një të mirë politike absolute apo ëngjëllore dhe në një krah tjetër ka vetëm djaj. Por në kuptimin e krahasimit, pra metoda krahasimore, gjithmonë e sjell opozitën në një gjykim negativ, plotësisht negativ, dhe kjo i jep pastaj mundësi më të madhe mazhorancës që të vijojë ndonjëherë dhe pa u korrigjuar ashtu siç duhet, të qeverisë vendin edhe të vazhdojë të marshojë ajo në qeverisje edhe në këtë mandat.